Nga SPAK-u ka detyrimin për t'u paraqitur 2 herë në muaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi gjyqësorin, fillimisht prokurorin e përgjithshëm, më pas qeverinë e gjyqësorit që rrëzoi verifikimin ndaj gjykatëses Irena Gjoka, e në fund inspektorin e lartë të drejtësisë që ka në duar vendimarrja ndaj saj. Irena me 5 mbiemra mbrohet nga Altin Troplini, prokurori i përgjithshëm u zvarrit 2 vite duke lëpir çizmet e Irena Gjokës, kulmin e arrin KLG-ja në akte mashtrimi, në akte kriminale, ka hedhur poshtë kërkesat për shqyrtimin e saj, pastaj vjen famozi ILD. Edhe ai nuk mund të bënte përjashtim. Por sulmet e tij vijuan edhe ndaj kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili ka ndërmarrë një nismë për të ndryshuar vendimin unifikues të vitit 2011 përpara burgimet, duke thirrur një mbledhje të kolegjit në 9 prill. Me vendimin që ka bërë, e ka shtruar Shqipërinë në vendin më të rrezikshëm, është vendi më i rrezikshëm, por shumë herë më i rrezikshëm, mbasi ju krijon mundësi të gjithë kriminalëve të ratisen dhe nuk do ketë më kriminal në bangon e akuzës. Krijoj një mburoj për krerët të organizatave kriminale, zyrtar apo jo zyrtar qofshin ata. Sali Berisha akuzohet nga SPAK se ka kryer korrupsion në bashkëpunim me dhëndrin e tij i bashkëpandohur në këtë proces. Nga ana tjetër, Jamar Bërmaltezi akuzohet se ka kryer edhe pastrim parash, si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani. SPAK thot se kjo vendimarrje i atribuohet Sali Berishës kur ishte kryeministri i vendit.